Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak luftën e madhe që ka nisur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Tani ju e dini shumë mirë, unë gjatë natës së mbrëmshme teksa po komentoja se si do të shkonte televotimi dhe cili do të ishte përzgjedhja e publikut, unë e pata thënë në një pjesë që Matteo më falni Miri dhe Rogerti, do të kenë një përballje jashtëzakonisht të madhe këto ditë, sepse tani këto të tre do të synojnë që të jenë sa më të zëshëm për të shkuar në finale. Tani çfarë ndodh? Realisht veprimi i Rogertit në dhomën e gjumit nuk mu duk një veprim i bukur. Rogerti ka vajtur tek 40 vite, por e ka qef në fakt të përzgjedhen të bëjë një lojë të pistë. Tani unë them që aty është një shtëpi, ju do të më thonë të gjithë zhvishem, po ato të gjithë i nxjerrin do me thënë trupin e tyre etj. Po. Por mbi të gjitha të bësh veprime, të heqesh pantalonet dhe t'ju drejtohesh femrave me të brendshmet e tue, kjo është pak e turpshme. Në me thënë, Rogerti këtë nuk e bëri me pa qëllim, e bëri me qëllim dhe me të drejtë Matteo kishte që të replikon. Tani unë nuk e kuptoj kjo Juela. Si mundesh ti të mbrosh Rogerti në gjithë shka që ai bën, vetëm për interesin që ti ke ndaj tij. Tani ti ke filluar që të krijosh emocione dhe ke filluar që të krijosh ndjesi shpirtërore për të, apo thjesht domethënë e mbron sepse ke krijuar një logjik që është banori më i fortë dhe unë duhet të mbroj banorin më të fortë pa marrë parasysh se si qëndron e vërteta dhe se si është gjëja në këtë pikë. Mua nuk më duket njerëzore. Rogerti duhet të merr zarf të zi për këto veprime që po bën brenda në shtëpi, sepse nuk ishte një veprim që erdhi në mënyrë të pa imagjinueshme, do me thënë erdhi në mënyrë spontane, por Rogerti e bëri me kastile. Ka qenë në fakt një lloj kërcënimi që Rogerti gjithmonë i ka bërë Selin që unë do të heq, do me thënë unë po heq brekët, më falni në shprehje, ti mua po më shikon në trup, ti mua po më ndjek në trup, ti dëshiron marrëdhëniet seksuale etj. Do me thënë fenomene të këtilla. Dhe për këtë gjë Matteo është i vetmi që ngriti zërin, ndërsa grupi Rogertit e mbrojnë Rogertin për këtë pikë. Unë mendoj që veprimet seksiste, sepse unë këto veprime do t'i quaj seksiste, nuk janë shumë të bukura. Unë e pash atë momentin. Momenti ishte vërtet i qëllimshëm. Do të thënë Rogerti nuk është se e bëri pa qëllim. Dhe çuditërisht ndërhyrje nga ana e produksionit nuk kishte fare. Unë e shoh që Matteo dëshiron që të kapet në çdo pikë, dëshiron që të kapet në çdo pjesë të kësaj loje për të goditur Rogertin, për të goditur Mirin dhe për të forcuar veten e tij, sepse Matteo në ditën e djeshme kur doli e kuptoi se çfarë fuqi e ka. Si e mendoni ju këto veprime, domethënë si logjikoni ju këto veprime? Duhet të dëshkohen nga vllau i madh apo duhet të duartrokiten dhe të jenë normale kur një burr nxjerr pantallone dhe ju tregon brekët në kuptimin që qëndron në këmbë, domethënë vajzave të asaj dhome? Çfarë mendimi keni ju edhe pse jemi në një reality show?